Allahu xhelle xhelaluhu në fillet e para që i zbriti faktorin më kryesor të njeriu. Dhe ajo është leximi, dia dhe lapsi. Dhe nëse njeriu ja tërheq këto elemente, ja merr të gjitha komponentet që të bën njeri. Nëse njeriu ja merr ilmin, dijen, nëse njeriu e zhvesh nga lapsi, nëse njeriu e zhvesh nga leximi, çfarë mbetet tek ai? Çfarë mbetet tek ai? Nëse ti e shet në rrugë një njeri i cili s'di me fol, i cili nuk ka asnjë ilm, të cilin na e quajmë të çmendur, ai kushton të rëndësi? A mirësh me ta? Aja jep dikush vajzën, një djalit që s'di as me fol, as një fjalë se di, dhe e kundërta? A ban biznesti me dikan dhe tregti me dikan që s'di kur gja? S'ka mundsi. Andaj elementi më kryesor i njeriut është Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo, plotësoje njerëzorën tënde. Merru me laps, plotësoje njerëzorën tënde. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, allama al-insana ma lam ya'lam. Allahu e ka mësuar njeriu atë çka se ka ditë. E çka s'ka ditë njeriu, kur gjatë s'ka ditë, Zoti e ka mësuar. Andaj ajo çka na e dinë është begati e madhe prej anës Allahu te bareke ve teala, dhe ata që kena më mësuar në ahiret është edhe shumë më e madhe. Te fjalë Allahu xhellahu ala, allama al-insana ma lam ya'lam, ja ka mësuar njeriu atë çka se ka ditë. Dietarët e muslimanëve kanë nxjerrë disa prej dobive, njëra prej tyre është shumë e rëndësishme që duhet ta përcjellim tek xhamatli dhe tek neve si shoqëri muslimane, cila është ajo? Shpesh herë njerëzit krenohen me ata çka e dinë. Dhe kjo në rregull. Njeriu kur e din disa, e ka një shkollë, ka një drejtim, ka një zotësi, një mjeshtri, është në rregull me një lloj ndjesie të këndshme për ata çka e din. Dhe deri këtu nuk ka problemi. Problemi nis kur njeriu nuk ka ndjesi për sasinë e asaj çka ai se di. Pra ti mundesh mu krenu ma çka e di, por nuk ban me haru sa shumë nuk di. Dhe kjo është pjesa më e madhe e cila u mungon njerëzve. Andaj dietarët dallohen nga njerëzit e thjesht, sa ata e kanë të ndier në vetët e tyre sa nuk din. Andaj zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ajet, pasi zbritën një numër i madh i ajeteve në cilat ka shumë ilm, Allahu xhelala gati e përfundon një sure dhe thot: "Wa qur rabbi zidni ilma." Dhe thua jo Muhammed alayhi salatu wasalam, o Zot, shto ma dijen. Pse me ta shtu? Se ajo çka se di, shumë është. Ajo çka të mungon, o shumë, dhe ti kimë ndru jetë kimi ditë ketë. Nëse vetëm Zoti xhelel xhelalu i din krejt. Andaj insani ku e ka atë fillën ku çrregullohet, ku tha Allahu te bareke ve teala, kella innal insana la yatgha, njeriu e tepron. E pse e tepron? Se ai e haron sa s'di. Çish me e kuptu këta ma thjesht? Çish me ditë sa s'dina? Hin në internet, nëse s'munesh me shku praktikisht, dhe shloj asinin një librari të madhe dunjajës. Hin në internet, në kompjuter të pasi që jemi për dit me to, dhe shkruaj ati një librari e madhe, një biblioteke e madhe si e quajnë ata. Dhe shiko sa libra ka, të muslimanëve dhe jo muslimanëve. A di cila është porosia e parë që ka dush me fitu për asajna? Kur ta shikosh të atë librarit madhe, e parë që ka dush me edit ti, se unë ketë që to si kom ledzu, te unë janë pa dije. Dhe më pas ka dije të madhe që dikush e ka dit, unë e s'pedishna. Po para me ndaje që ka së shkrujt, para me ndaje që ka nuk është zbulu, e para me ndaje me mri ilmi absolut të Zotë i unë të bareke vë teala. Andaj Allahu gjitha do prej neve modesti, Allahu gjitha do me neve mu kanë thjesht, nuk dënë Allahu të bareke vë teala neve me shit fudullok dhe kënari. Andaj tha Allahu të bareke vë teala, allem el insana ma lem ja'lem, njerit ja ka mësu Zotë që ka s'ka dit, kella innal insana la yatgha, me gjitha ta njeriu e tepron. E pse e tepron? Tha Allahu xhellahu ala, ar-ra'ahu staghna. Kur ta shohë veten, mone men që ta, kur ta shohë veten. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pasurinë në vetveti nuk e ka nënçmuar, po e ka nënçmuar kur ke spordorët. Andaj na gjejm pasanik kryemadh dhe gjejm pasanik modest. Kitë kjo çka ar-ra'ahu, kur tani e veten. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiameti derisa çdo njeri tani e veten.
Ma në men këta dit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk bëhet kiameti, pra nuk prishet kjo gjuna derisa çdo njeri tani e veten. A jemi në çat zaman afër apo jo? Cili pi neve nuk e nin veten? Cili pi neve mendon se edhe doktorit ja shkon, edhe hoxhës ja shkon, edhe dietarit ja shkon, edhe ekspertit ja shkon? Çka dush? Veç çele temën unë e sosi. Dikush çështu thot, çele ti unë e kry. Kjo është, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Si cili njeri i do këtë vetja, mashallah, begenisët. Andaj që ka thë Allahu Gjellu Ala, arraahu, a i penin vetën, mirë po, ila rabbike rruja. Mos haro se të Zoti kena më këthije, si dina kretna, shumë prej gjërave na nuk dina. Andaj të bëhemi modest, të vazhdojna me mësue, për dit me mësue, për dit me shpletu, për dit me dëgju, për dit me vetë, nga se njeri u kështu formohet. Për ndryshe, rebelohet dhe shregullohet dhe i prishet krejta i dignitet dhe si një ka dhënë Allahu te bareke ve taala. E lusmi Allahu xhelel xhelal se Zoti on te bareke ve taala na mundson me mësu nga Kur'ani Allahu te bareke ve taala. Na mundson me mësu nga hadithi pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahu te bareke ve taala që Allahu xhelel xhelalu ta ban të dashur tek rinia, madje edhe tek vjetrit, dijen se ne ka zbrit Allahu te bareke ve taala. Na ban Allahu të dashur çdo sen që e ban njeriu me pozitë Allahu te bareke ve taala.